Përshëndetje të dashur miq. Do të ndajmë së bashku një mesazh shumë interesant sot, që në fakt ishte vërtet shumë ndihmues dhe për mua në këtë periudhë të jetës dhe uroj vërtet shumë që t'ju ndihmojë edhe ju në cilën do periudhë që t'jeni në jetën tuaj, në cilën do fazë të jetës, që të navigoni sa më mirë në mbi ngarkesën e përditshmërisë suaj. Sepse le ta pranojmë, të gjithë ne hasemi me jetën. Dhe në jetë ka momente që jo çdo gjë shkon ndoshta ashtu siç ne në mendjen tonë e planifikojmë. Dhe përballemi për shembull me rrethana nga më të ndryshmet, me shqetësime dhe dyzime nga më të ndryshmet. Por e bukura është që ne zgjedhim se çfarë ne duam të përjetojmë, çfarë ngjyre të veshim, cilin mendim të përafrojmë, çfarë emocionesh të përjetojmë. Ne i zgjedhim të gjitha këto. Pra ne mund të na parashtrohet një banket i madh me ushqime, pra që mund ta marrim në këtë rast emocione, mendime, por është në dorën tonë të zgjedhim se çfarë të konsumojmë apo jo. Sipas preferencave të ndryshme që secili nga ne ka, sipas asaj që ne trupi jon për shembull dëshiron në këtë moment, sipas vaktit dhe kohës të caktuar, dhe këtë mund ta paralelizojmë pra me vetë mendimet, ndjenjat, emocionet, situatat që ne duam të marrim jetën tonë dhe të deklarojmë si tonat. Dhe shumë bukur mua më parashtrua shembulli që mendoni sikur në mendjen tuaj, për çdo mendim që ju hidhni në mendjen tuaj, mendojeni sikur ka një kategori specifike. Mund ta shikoni si librari dhe ju vendosni një artikull për shembull specifik me një ngjyrë specifike në një raft ku janë këto ngjyra. Dhe sa më shumë mendime ju dështoni, aq më shumë akumulohet rafti me këto ngjyra. Mund ta mendoni si thas, domethënë, dhe me ngjyra të ndryshme. Dhe sa më shumë ju dështoni si ky lloj mendimi, qoftë mendimi i lumtur, mendimi për shembull dyshim, shqetësim, kanë ngjyra specifike, jeshile, rozë, tukuqe. Dhe sa më shumë ju dështoni nga këto ndjenja, emocione në qendësinë tuaj, aq më shumë rritet ky thes. Dhe zëvendin për thaset e tjera, apo jo, sepse tani mendojni që kaq është dhoma. Nëse kemi më shumë se ç'duhet nga shqetësimi, nuk ka vend për mendime të bukura dhe të lumtura. E bukura është që mendja jonë tenton që nëse ne fokusohemi tek një lloj mendimi, të gjejmë të ngjashme me të. Pra është njësoj si mund ta gjejmë, si mund ta kuptojmë për shembull, nëse ju kërkoni në një platformë që nxjerr informacione, mund të jetë Google, mund të jetë YouTube, mund të jetë çfarëdo. Nëse ju kërkoni një diçka specifike, një temë specifike, diçka që ju doni të shihni, do t'ju dalin pafund video, resurse, informacione që lidhen me këtë që ju po kërkoni apo jo. Mund të jenë të ndryshme, por që thelbin e kanë tek ajo që ju po kërkonit. Pra nëse ju keni si bazë kërkimi një mendim specifik, dyshimin, një mendim specifik, lëndimin, do t'ju vinë në webin e mendjes suaj të gjitha situatat e mundshme që lidhen me lëndimin dhe që e kanë si hashtag, mund të themi, lëndimin. Sepse edhe vetë ne mund të themi funksionojmë si pjesa e algoritmit, pra mendja jonë, më saktë. Dhe tërheq po të njëjtat gjëra që ne i kërkojmë. Prandaj duhet jemi pakas më të vëmendshëm me mënyrën se si ne flasim te vetes, çfarë mendojmë, sepse nuk ka asnjë problem, nuk ndodh asgjë e keqe po të mendoni, të jeni një ditë negativ dhe të mendoni gjëra negative. Ama është në dorën tuaj që të thrisni vetdijen tuaj ose të jeni të vëmendshëm, pa prit pak se po mendoj këtë gjë negative dhe po hasem me këto situata negative që i tërhoqa vet. Duhet ta ndryshoj këtë gjë, të zgjidh diçka më të bukur. Dhe gradualisht filloni fokusoheni te kjo gjë e bukur dhe u vinë këto gjërat më të bukura. Dhe është e bukura ndonjëherë që ti përjetojmë të gjithë rangjin e emocioneve, të gjitha emocionet ashtu siç na vinë në momentin e duhur, sepse nëse ne bëjmë sikur nuk i shohim dhe thjesht marrim një kavanoz, i fusim të gjitha aty, e mbyllim me kapak dhe mendojmë që nuk janë aty, do të vijë një moment që ky kapaku do shpërthej dhe do të dalin papritur të gjitha në sipërfaqe. Kështu që është e mira që emocionet i përjetojmë ashtu siç na vinë në jetën tonë. Por t'i çlirojmë me një herë, pra të mos i mbajmë të mbyllura dhe të mos i neglizhojmë. Dhe shembulli tjetër i bukur që më tregua ishte në fakt, nëse ju keni mendime, shqetësime, diçka që ju nuk e doni më në jetën tuaj, shumë bukur ju mund të
ta vizualizoni që të gjitha këto gjëra që ju nuk i doni, po i hidhni, po i largoni thjesht nga trupi juaj me mirësjellje, por edhe mund ta bëni në 3D, ta materializoni, ta aktualizoni këtë që sapo ju vizualizuat, duke i shkruar në copa letre. Kjo ndihmon shumë vërtet dhe mund të jetë shumë e dobishme për disa për jush, që thjesht të shkruani në letër çfarë ju doni të çlironi. Dhe vetëm ky hap, sikur vetëm kjo, ndoshta edhe ta grisni çfarë do që të jetë, vetëm kjo ndihmon që ju të kuptoni që e nxorët në letër. Dhe kjo mund të bëhet për çdo gjë. Për lëndime që keni, për shqetësime, për situata të pakëndshme, për diçka që ju nuk ja thatë dikujt, mund ta shkruani në letër dhe t'i drejtoheni këtij personi sikur po i shkruani një letër. Dhe kjo ndihmon vërtet shumë, qoftë edhe vizualizimi, sikur po komunikoni me këtë person. Ndihmon vërtet shumë që ju ta çlironi nga vetja dhe të mos ta mbani si breng. Dhe nga ana tjetër, grisja ndihmon të kuptoni që ju e çliruat, apo thjesht i vendosni në këtë kavanoz, në një tas, në çfarë do që ju të keni të prezente, dhe të mund t'i hidhni të gjitha këto në kosh. Mund të bëni çfarë të doni, domethënë mund t'i digjni, mund të punoni me ritualet e hënës së plot, për shembull, që t'ju ndihmojnë në këtë proces, apo të hënës së re. Dhe të gjitha këto ndihmojnë vërtet shumë. Nëse ju ndiqni videot tona, shpeshherë vjen për shembull në videot e hënës së plot apo të hënës së re, vijnë si rituale, punimi me qiri, të shkruani mendimet tuaja, të manifestoni, ndoshta edhe thjesht të punoni me të tilla, për shembull gjëra si të manifestoni dhe ta digjni këtë letër, apo thjesht si ky ritual për shembull mund të jetë shumë i bukur që mund ta performoni në hënën e plot. Por nuk ka të thotë, thjesht është periudha potente që ju ndihmon, por kjo mund të kryhet kurdo që ju ta ndjeni të arsyeshme. Dhe kjo është ajo që doja të ndaj me ju. Pra, nëse ju takoni papritur një njerëz që duket negativ, nuk do thotë që është njerëz i keq, nuk do thotë që është njerëz negativ. Thjesht ky person ka tesin e gjërave negative e ka më të madh dhe i ka akumuluar më shumë vend në prezencën e tij, në qendësinë e tij, sesa vend për gjëra të tjera të bukura. Dhe nëse ky person për shembull bën thjesht një ndryshim një ditë, ndryshon mënyrën se si mendon, do ndryshojë jo vetëm jeta e tij, por mënyra si prezantohet, mënyra si është për ju, do duket komplet një njerëz i ri. Dhe kjo mund të ndodhë për ju. Pra ju mund ta shikoni rezultatin dhe vetë shembullin tek dikush tjetër, sepse është më e lehtë për ta kuptuar. Por mund të hidhni edhe sy nga vetja dhe të thoni, a i kam unë këto? Ndoshta po i bëj dhe unë të njëjtat gjëra që po vërej tek dikush tjetër. Sepse ndonjëherë njerëzit shërbejnë shumë bukur si pasqyrë për ne, si një shembull për ne, për diçka që ne duhet të ndryshojmë, ta shohim dhe të themi, pa prit pak, pse ka diçka këtu që mua më duket sikur ndoshta është dhe për mua. Pse ka diçka këtu që mua po më bën të ndihem pak keq, sepse ju po vëreni pikërisht këtë gjë dhe jo shumë gjëra të tjera që janë rreth e rrotull jush. Pra do thotë që ka një mesazh aty për ju specifikisht. Do thotë që ndoshta edhe ju duhet të bëni atë që ju shikoni tek të tjerët dhe thoni, do ishte shumë më mirë që ky person të ishte kështu. Dhe ndoshta ky është thjesht shembulli që ju parashtrohet për ju. Por jo të gjithë e kuptojnë këtë, dhe ndonjëherë ta kuptojmë këtë, na ndihmon vërtet shumë që të rritemi të zhvillohemi në rrugtimin tonë. Shumë faleminderit, do doja shumë të dija opinionin tuaj në lidhje me këtë temë, dhe nëse e provoni këtë ritual, do doja shumë të dija se si do të ndiheni dhe si do të rezultojë për ju. Unë e kam provuar dhe vetë dhe më ka ndihmuar vërtet shumë. Çdo gjë që unë ndaj me ju sigurisht që e provoj vetë paraprakisht, sigurisht që e shikoj që rezulton e suksesshme dhe më pas e ndaj me ju. Dhe opinioni juaj do të thotë shumë për mua, kështu që do doja shumë ta dija opinionin tuaj. Faleminderit. Shihemi në video tjetër. Mirupafshim.